Një grup qytetarësh i përfaqësuar nga aktivisti Osman Ferizi ka paralajmëruar një protestë qytetare paqësore para Parlamentit të Kosovës si reagim ndaj bllokimit institucional dhe sjelljes së papërgjegjshme të klasës politike, si në pushtet, ashtu edhe në opozit. Kërkesat kryesore të protestës janë funksionalizimi me njëhershëm i institucioneve, respektimi i votës së qytetarëve, përgjegjësi nga deputetët dhe udhëheqësit politik. Sipas thirrjes, qytetarët nuk mund të qëndrojnë më në heshtje, ndërsa demokracia përdhunohet dhe vota shkelet për interesa personale e partijake. Data e protestës do të shpallet së shpejti në varësi të zhvillimeve politike. Njoftimi i plot, njoftim për mediat, thirrje publike për protestë qytetare. Data e protestës do të bëhet publike së shpejti para Parlamentit të Republikës së Kosovës, të nderuar qytetarë përfaqësues të medias dhe opinionit publik. Duke parë gjendjen alarmante dhe bllokimin e institucioneve në Republikën e Kosovës, si rezultat i sjelljes së papërgjegjshme të partive politike, qoftë në pushtet ashtu edhe në opozit, ne qytetarët nuk mund të qëndrojmë më në heshtje. Sot demokracia jonë është e bllokuar, vota e qytetarëve po përdoset. Institucionet janë kthyer në terren të pazareve politike dhe luftrave për kavier. Deputetët, të cilëve me votë u dhan besimin për të na përfaqësuar, po e shkelin këtë besim. Në vend që të punojnë për interes publik, ata luajnë bixhoz me fatin e qytetarëve dhe të shtetit të Kosovës. Për këtë arsye bëjnë thirrje për një protestë qytetare paqësore me këto kërkesa kryesore: funksionalizimin e menjëhershëm të institucioneve, respektimin e vullnetit të qytetarëve dhe votës së lirë, përgjegjësi të qartë nga deputetët dhe udhëheqësit politik. Sovrani jeni ju, qytetar. Mos lejoni që zëri juaj të heshtet nga arroganca politike. Ju ftojmë të bashkoheni përballë Parlamentit të Republikës së Kosovës në një protestë dinjitoze dhe paqësore për të kërkuar zgjidhje për interesa politike dhe karrieriste. Keni ngulfatur funksionimin e shtetit. Ju thirrni në gjakun e sakrificën e popullit, por me sjelljen tuaj e shkelin çdo ditë atë dhe atë sakrificë. Data dhe ora do të bëhen publike në ditët në vijim në varësi të zhvillimeve politike, përgjegjësi qytetare dhe respekt. Iniciativa e një grupi qytetarësh të Republikës së Kosovës, Osman Ferizi, aktivist dhe qytetar i lirë i Republikës së Kosovës, futet në këtë njoftim.